Partia Demokratike në Vlorë pritet të nisë së shpejti fazën e radhës të riorganizimit të strukturave drejtuese pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve në degën lokale. Kryesia e re do të mblidhet në ditët në vijim për të përcaktuar kalendarin, datat dhe afatet e zhvillimit të zgjedhjeve në forumet e partisë, duke vijuar kështu procesin e riorganizimit të Partisë Demokratike dhe rinovimit të saj. Lajmi është konfirmuar për televizionin 6+1 Vlora nga kryetarja e degës së Partisë Demokratike në Vlorë, Nada Meçorapaj, e cila bëri të ditur se pas zgjedhjes së strukturave drejtuese të degës, tashmë vëmendja do të përqendrohet tek organizatat partnere që përbëjnë një pjesë të rëndësishme të funksionimit të partisë. Sipas saj, në proces zgjedhor do të kalojnë edhe 2 forumet kryesore të Partisë Demokratike, Lidhja Demokratike e Gruas dhe Forumi Rinor, të cilat do të zgjedhin drejtuesit dhe strukturat e reja për 4 vitet e ardhshme. Qëllimi është që i gjithë organizimi i degës të përmbyllet brenda afateve të përcaktuara, duke krijuar një strukturë të plotë dhe funksionale në çdo nivel. Meçorapaj theksoi se kryesia e re do të vendosë shumë shpejt për datat konkrete të zhvillimit të këtyre proceseve, ndërsa pritet pjesëmarrje gjerë antarësisë në zgjedhjet e forumeve. Se pritet që kryesia e re të vendosë datat, afatet dhe mendoj që dhe forumet kryesore të Partisë Demokratike do të kalojnë në zgjedhje, ashtu siç kaluan të gjitha degët, do të kalojnë dhe Lidhja Demokratike e Gruas si dhe Forumi Rinor i Partisë Demokratike. Kështu që hap pas hapi jemi gjatë gjithë kohës në angazhime dhe në përditësime të bazës tonë. Një tjetër çështje që mbetet në pritje është emërimi i sekretarit të degës së Partisë Demokratike në Vlorë. Sipas kryetares Meçorapaj, propozimet janë dërguar tashmë në qendrën e partisë dhe vendimi pritet të merret nga drejtuesit qendror. Emri i sekretarit pritet të zyrtarizohet në vijim, duke plotësuar kështu ekipin drejtues të degës së Partisë Demokratike në Vlorë. Procesi i riorganizimit vjen pas zgjedhjeve të zhvilluara në degët e Partisë Demokratike në të gjithë vendin dhe synon konsolidimin e strukturave për mandatin e ri 4 vjeçar. Drejtuesit lokale konsiderojnë këtë një moment të rëndësishëm për forcimin e organizimit të partisë dhe përfshirjen më të madhe të antarësisë në vendimarrje. Meçorapaj u shpreh se konfigurimi i ri i strukturave do të ketë një mandat 4 vjeçar dhe synon të krijojë një organizim më efikas, më përfaqësues dhe më aktiv në jetën politike. Akoma nuk ka ardhur, kështu që jemi në pritje. Nga momenti që Partia Demokratike e Shqipërisë zhvilloi procesin për zgjedhjen e kryetarëve të degëve, jam në dieni që kanë mbledhur të gjitha propozimet nga kryetarët e degëve për të emëruar sekretarët e degës. Por dega jonë mbaroi në një proces, këtë proces e zhvilloi më përpara dhe nga që priten të mblidhen të gjithë këto pozicione për tu emëruar, jemi në pritje. Por jam e sigurt që brenda pak ditësh do të jetë edhe ky konfigurim, do të jetë i plotësuar. Meçorapaj theksoi gjithashtu se një nga prioritetet e kësaj faze do të jetë angazhimi të rinjve dhe afrimi figurave të reja në struktura drejtuese. Me përfundimin e këtij procesi, Partia Demokratike në Vlorë pritet të ketë konsoliduara të gjitha strukturat drejtuese, duke përfshirë degën, forumet dhe organet organizative në funksion të aktivitetit politik dhe përgatitjeve për sfidat në vijim. Po mbyllet dhe ky është një proces i cili do të jetë, ky konfigurim është për 4 vite për Partinë Demokratike, është një proces që merr kohë, merr angazhim, sigurisht sa herë ka gara prodhon tjetër energji, tjetër dinamik dhe fytyra të reja. Shpres plot që gjithë këtyre të rinjve, me gjithë të besim që u është dhënë, sjellin ndryshimin e madh.